Mirëmbrëma. Përshëndetje, mirë se erdhët. Shenja e dashit ka ndikim shumë të fuqishëm. Ajo që përmenda në fillim, që kishte të bënte me hakmarrjet, fanatizmat, veprimet etike ose jo, është një ndër ndikimet më të rëndësishme për shenjën e dashit, duke qenë se ka shumë vendosje tek bota e tyre brendshme, si rrjedhoj mund të reagojnë në mënyrë shumë impulsive. Pak më tepër, gjatë kësaj hane të re do të kemi edhe Mërkurin të vendosur mbi një fiks i cili na detyron që të veprojmë në mënyrë të drejtë, etike. Por, nga ana tjetër, na sjell shumë sfida përpara. Çfarë dua të them me këtë? Na sfidon në çdo aspekt të jetës në mënyrë që ne ta provojmë veten tonë si person që meriton dhuratat që do të na jepen, ose mbrojtjen e sistemit në disa raste. Prandaj shenja e dashit nga kjo hanere do të sfidohet në mënyrë të dukshme, por nga ana tjetër, për këtë arsye, nëse i kalon gjitha këto provime, do të mund të marrë edhe dhuratat më të mëdha. Për këtë arsye, shenja e dashit është një nga shenjat që do të ndikohet edhe në mënyrë shumë pozitive nga kjo hanere. Këshilla ime do të ishte që të vëzhgoni mirë çdo gjë që keni në jetën tuaj, sidomos në lidhje me ideologjitë. Po ashtu, edhe nëse dëshironi në këto momente që të zhvendoseni apo të krijoni diçka të re, kjo është periudha ku mund të vëzhgoni shumë mirë se cilat janë elementet që dëshironi të përdorni. Kjo jo sepse është tabu, jo sepse është ajo që e dini, por sepse është vërtet e vlefshme dhe funksionale. Në qoftë se e bëni këtë, pavarësisht gjithë këtij mjegullimi ose stimulimi që po merrni nga jashtë, në fund të kësaj situate, pra pas ditës së shtunë tuti, do të kemi një çlirim të dukshëm tashmë. Edhe bota jonë e brendshme do të vijë duke u çliruar dhe ne do të kemi një vetëdijsim shumë herë më të madh. Kjo do të thotë që mund të kemi edhe një zgjim shpirtëror, emocional. Po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me shoqërinë, duke qenë se do të jemi shumë herë më të aftë që të veprojmë dhe të zgjedhim rrugën që ne na nevojitet. Kjo hënë e re për shenjën e dashit do të thonë vërtet rizimi shpirtëror. Për këtë arsye do të kemi një spastrim të gjithë ambientit që ata kanë rreth rrotull, por përsëris duhet të jemi shumë të vetëdijshëm në çdo zgjedhje që bëjmë dhe duhet të jemi shumë të drejtë. Pra, të japim të gjithëve atë që meritojnë, normalisht edhe vetes tonë duhet të japim atë që meriton. Fal kësaj, shenja e dashit do të arrijë të bëhet të ketë sukses në jetën e tij. Pra mund të keni sukses në karrierë, mund të keni sukses brenda marrëdhënieve në çift. Është një nga shenjat që nëse nuk veprojmë në mënyrë impulsive, mund të kemi edhe futje në jetën e tyre të personave shumë të rëndësishëm, të cilët i ndihmojnë jetë pothuajse në çdo aspekt, por së mos në lidhje me çështje sentimentale do të jetë edhe më i prekur. Do të kemi mbarimin e periudhës ku mund të kemi pasur probleme tek shëndeti jon, duke qenë se kjo hënë e re për ta do të thotë edhe një kënd pozitiv me Shironin. Fal kësaj do të kemi mundësi që të gjejmë kura, edhe nëse kemi probleme me shëndetin, do të mund të gjejmë kura. Tashmë shenja e dashit është një nga shenjat që është më e pjekur, ka arritur në atë pjekurinë e tij emocional dhe si rrjedhoj do të marrë dhe përfitimet. Përsëris, ky është momenti i fundit, është provimi i fundit që duhet t'i japim, dhe në qoftë se arrin që të veprojë në mënyrë në duhur, në mënyrë etike dhe i qëndron gjitha sfidave që po përballen në këto momente, detyrimisht do të marrë edhe dhuratat më të mira. Që të trajnohemi, që të zhvillojmë podkuptimin ton, është një nga gjërat që do të na ndihmojë edhe më tepër, prandaj do t'i këshilloj të bëni këtë. Në qoftë se kemi sfida me shëndetin në këto momente, do i këshilloja me ngunë që të fillojmë që të bëjmë një farë sporti, pak më tepër që edhe marsisht i vendosur tek shenja e bricapit tashmë, kjo sjell një rend shumë pozitiv në jetën tuaj, do i këshilloj ta përdornim dhe atë. Sa më aktiv që t'jemi fizikisht, aq më të aftë jemi që t'i bëjmë ballë çdo lloj sfide që na del nga ana psikologjike dhe shpirtërore. Shenja e demit. Por shenja e demit, kjo hënë e re është një sfidë e vërtet, duke qenë se ndodh pikërisht tek shtëpia e karmave. Kjo do të thotë që do të nxitet që të heq dorë nga çdo gjë që nuk është funksionale. E kam përsëritur disa herë që shenja e demit nuk i pëlqen që të ndryshoj, por në qoftë se arrin që të tejkaloj dhe del jashtë asaj natyrës së tij, e cila do gjithçka që ta ketë në statusin quo, kemi mundësi për një zhvillim vërtet shumë të madh. Në këtë rast do të kemi shpërblime shumë të mëdha nga bashkëpunimet. Kjo do të thotë që probleme që ekzistojnë edhe brenda marrëdhënieve
sentimentalisë, mos brenda martesave, do të gjejnë një zgjidhje, do të kemi fundin edhe të çështjeve gjyqësore për shenjën e temit, në përgjithësi do të jenë pozitive, pra do të merret ajo që meritohet. Dhe kemi edhe një periudhë, fillimin e një periudhe të re, e cila do të thotë begati në të ardhurat materiale për ta. Që e më rëndësishme që do të këshilloj shenjës së demit në këto momente, pra deri në ditën e shtunë. Është të vëzhgoj mirë të gjithë personat që në këto momente ka bashkëpunime, ose personat që ka rreth rrotull dhe që ka një farë biznesi. I njëjta që është e vlefshme në qoftë se jemi në një çështje gjyqësore, që është e hapur për ndarjen e pronave të ardhurat materiale të përbashkëta, do t'i këshilloj që të vëzhgonin mirë situatën dhe pas ditës, duke filluar nga hëna tjetër, atëherë do të kemi shumë më tepër mundësi që të fillojmë dhe këto elemente që i studiuar mirë t'i përdorim në avantazhin tonë. Duhet jemi shumë të vëmendshëm gjatë kësaj jave, të gjithë ata që dëshirojnë që të bëjnë ndërhyrje, sidomos ato estetike, nuk do ju këshilloja sepse mund të marrim rezultate të padëshiruara. Ndërkohë që të gjithë personat të cilët nuk janë kujdesur për shëndetin e tyre fizik, mund të kemi surpriza të pakëndshme. Çfarë do të them me këtë? Nëse kemi një sëmundje e cila kërkon në fund të saj një operacion, do të thotë që mund të kemi edhe urgjenca në lidhje me këto tematika. Unë e përmenda në fillim të videos që kam probleme me hernjen të qafa. Të gjithë ata që janë të shenja e demit dhe që kanë probleme të ngjashme, që kanë hernje në shtyllën kurrizore ose sidomos të pjesa e qafës, do të këshilloja që deri ditën e shtunë të bëjnë ushtrime në lidhje me këto tema, sepse do të ndihmonte shumë dhe do të shmangin dhe probleme të rëndësishme. Ndërkohë që të gjithë ata që kanë probleme me diabetin, përshëndet demi po ndaloj pak më tepër të shëndetit, sepse mund t'i prekin në mënyrë vërtet shumë më të madhe dhe negative, nëse nuk kemi të vëmendshëm gjithmonë. Do të këshilloj që të mos egzagjerojmë ushqimin, në qoftë se kemi probleme me diabetin, pra për përsëris, do të këshilloj që gjatë kësaj periudhe mundësisht të mos konsumojmë karbohidrate. Nuk është një periudhë gjatë, është një periudhë e shkurtër, dhe duke qenë se është hënëre, mund të bëjmë edhe detox, që na bën edhe më mirë. Përse përket çështjeve sentimentale, në përgjithësi në këto momente shenja e demit ka fat, por është fat që e krijon vetë, sepse që thash është mbyllje një cikli karmik. Në qoftë se vazhdojmë që të qëndrojmë me ngurën te të njëjtat cikle që janë problematike, që vazhdojmë që të qëndrojmë brenda diçka edhe pse e dim që nuk funksionon thjesht sepse e njohim, do të thotë që nuk do të mund ta përdorim të themi fatin që na del përpara në këto momente, do të vazhdojmë që të njihemi dhe të kryejmë lidhje me persona të ngjashëm ata që kemi pasur të shkuar, që do të thotë nuk do të jenë shumë të shëndetshme si lidhje. Këshillojmë do të ishte që të vëzhgoni mirë të gjitha ato patterns që kemi, pra si veprojmë në lidhje e të tjerë, ose çfarë lloj personash pranojmë në jetën tonë, në mënyrë që tashmë ta mësojmë, ta marrim atë simsin dhe të bëjmë sjellje më të shëndetshme më vonë. Kjo është një nga kushtet që ka shenja e demit në këto momente, duke qenë se Urani është e vendosur tek shenjat e tyre dhe përmenda në fillim ka kënd negativ me këtë hënë të re. Shenja e binjakëve e përmenda që është një nga shenjat më të prekura, e ka pak më të thjeshtë ndoshta për të kaluar problemet, por gjithsesi bota e tyre brendshme mund të jetë e nxitur dhe do t'i sfidoj. Detyrimisht që mund të prek shumë edhe shëndetin e tyre fizik, në qoftë se lihet i pakontrolluar, duke qenë se gjithçka mund të kalojnë në ekstrem në këto momente. Sidomos persona që nuk kanë një kontroll në jetën e tyre, detyrimisht do të ndikojnë në mënyrë negative nga kjo hënë e re. Por kemi aftësi që deri ditën e shtunë të krijojmë një rregull në jetën tonë dhe si rrjedhoj në qoftë se e vëmë këtë rregull, pra nëse marrim jetën tonë në dorë, nëse kemi kontroll tek jeta jonë, detyrimisht do të fillojmë që të ndikohemi në mënyrë pozitive tashmë. Kjo hënë e re, duke qenë do të thotë edhe mbarimi i një periudhe dhe fillimi i një periudhe tjetër, do të thotë mbarimi i një periudhe nëse përdorur siç duhet, i një periudhe që kemi pasur lidhje toksike, lidhje problematike, sidomos marrëdhënie brenda të çiftit, ato afatgjata do të ndikojnë edhe më tepër. Është një ndikim pozitiv dhe negativ. Pozitiv nëse përdoret ashtu siç duhet, pra siç e thash, nëse jemi të vetëdijshëm dhe zgjidhim vetëm gjërat që janë të shëndetshme, por nëse veprojmë në mënyrë të pavetëdijshme, reagojmë te gjithçka, i keq kuptojmë gjërat dhe asnjë marrë mendimin e personave përballë, thjesht veprojmë në bazë të keq kuptimeve që kemi pasur, atëherë detyrimisht do të kemi probleme të rëndësishme.
Duke qenë se do të preket morali joni përgjithshëm, për shenjën e binjakëve do të thotë që mund të preket shumë edhe karriera në mënyrë negative. Energjia jonë do të kalojë direkt tek lidhjet sentimentale, ose për të gjithë ata që nuk kanë një lidhje sentimentale në këto momente, do të preken ata vetë si individ, mund të egzagjerojnë me gjithçka, këto do të thotë që mund të egzagjerojnë edhe me çfarë harxojnë kohën. Vartësit detyrimisht mund të dalin pak më tepër në skenë. Këto vartësi më tepër mund të jenë në lidhje me telefonat për përdorimin e teknologjisë, që do të thotë që mund të bëjnë scrolling nga mëngjesi deri në darkë, pa u përshëndruar tek puna e tyre. Si rrjedhoj, mund të kemi probleme të rëndësishme përsëris tek karriera jonë, duke qenë se ndoshta nuk do të arrijmë normën ose nuk do të jemi efikas tek puna jonë që po bëjmë, pra çfarë po bëjmë. Dhe kjo do të thotë që mund të kemi edhe humbje të dukshme këtu. Prandaj dhe shenjës së binjakëve do t'i këshilloja me ngurmë që të jemi të kontrolluar. Çfarë do të thotë nëse jemi të kontrolluar? Kemi mbarimin e cikleve problematike, kemi fillimin e një periudhe e cila lidhjet që krijojmë në këto momente do janë vërtet shumë pozitive. Dhe mbi të gjitha, ajo që është edhe më e rëndësishme, në qoftë se është një lidhje që nuk kemi ditur se si ta manovrojmë, që kemi një lidhje afatgjatë, por nuk është se ka përfunduar në martesë ose nuk kemi ditur nëse duam apo s'duam që të krijojmë familje me këtë person. Kjo hënëre do thot pikërisht këtë. Do të arrijmë që ta perceptojmë se çfarë na duhet në vërtet ose çfarë duam në vërtet, dhe si rrjedhoj falë kësaj mund të kemi edhe martesa, krijimin e familjes, dhe avancimin e rëndësishëm në karrierë dhe krijimin e stabiliteti ekonomik brenda shtëpisë. Pra siç e vini re, është komplet në dorën e shenjës së binjakëve. Në përgjithësi ka aftësi për ta perceptuar se çfarë duhet të bëj, përgjithësisht është një nga shenjat që mund ta përdori këtë ose mund ta manovrojë situatën shumë më thjesht se të gjithë të tjerë, prandaj do të këshilloj që ta përdorin. Për shenjën e binjakëve kemi një ndikim që është shumë i rëndësishëm, është përdorimi i intelektit të tyre, nëse bëjnë këtë, gjitha këto që përmenda do ta kenë shumë më të thjeshtë për t'i manovruar. Shenja e gaforës është shumë ndikuar, ndikime më të rëndësishme e ka tek shëndeti fizik, efikasiteti që kemi në jetën e përditshme, mund të kemi probleme me anën ekonomike, duke qenë se mund të kemi llogaritur gabimgjyrat, po e them në këtë mënyrë. Dhe kjo hanëri do të nxjerrë në skenë pikërisht këto gabime që kemi bërë. Shenja e gaforës, duke qenë se deri ditën e shtunë do të jetë në energji shumë të ulët, mund të kemi pak të vështirë për të manovruar situatat. Këshilla ime do të ishte që të zgjidhim dhe të bëjmë vetëm nga një gjë çdo ditë, mos e te kalojmë domethënë atë, sepse energjia është e ulët dhe mbi të gjitha jemi më të pryrë ndaj gabimeve në këto momente. Mund ta egzagjerojmë edhe vetbesimin që kemi tek vetja jonë. Prandaj dhe mund të marrim më tepër, ose më themi, mund të kafshojmë më tepër çfarë mund ta përtypim. Kjo është edhe arsye që shenjës së gaforës do të këshilloj që të jenë ekstra të kujdesshëm në këto momente dhe të fokusohen më tepër tek gjërat që kanë rëndësi dhe të bëjmë vetëm ato një nga një. Siç e thash, do të dalim më tepër në skenë problemet që kemi në lidhje me shëndetin. Këtu, duke qenë se kemi shumë të prekur pjesën e këmbëve, domos tendonët e këmbëve, shenja e gaforës do të jetë prekur pak më tepër në lidhje me këto tema, nëse egzagjerojmë edhe me lëvizjen, për shembull, një nga shembull që do t'ja bësh kjo. Nëse deri në këtë moment e kemi egzagjeruar me ushqimin dhe duam më një herë për shembull të bijmë në peshë ose të bëjmë diçka që të jemi më fit, kjo detyrimisht do të përkthehet në probleme të rëndësishme me këmbët. Prandaj nuk do të këshilloj detyrimisht diçka të tillë, me ngadalë çdo gjë bëhet me moderitet. Të gjë që kemi prishur për muaj me radhë nuk mund të rregullojmë brenda një dite. Prandaj dhe çdo gjë duhet në vazhdimsi. Në qoftë se nuk kemi krijuar një rutinë të shëndetshme gjatë kësaj jave, këshilla ime për shenjën e gaforës do të jetë më tepër që të fokusojmë për të hequr gjëra nga jeta jonë. Çfarë do të them me këtë? Mund të bëjmë detox, mund të rregullojmë dietën që kemi dhe të heqim nga jeta jonë gjëra që nuk na bëjnë mirë, si për shembull sheqeri e të tjerë, gjëra që dihen tashmë. Nëse bëjmë këtë, pra bëjmë një farë detoxi nga jeta jonë, nuk është të thjesht me ushqimin, domethënë për gjithçka, edhe punë, në mënyrë se si bëjmë gjithçka, nëse nuk jemi efikas, pra detyrimisht do të na ndihmojë kjo si periudhë, nëse bëjmë detoxin, pra që të jemi më tepër efikas në jetë dhe të fuqizojmë shumë edhe shëndetin ton fizik. Kjo do të prek në mënyrë të dukshme edhe shëndetin mendor. Në këto momente shenja e gaforës është shumë e prekur edhe tek shëndeti mendor, duke qenë se është një energji që sa vjen dhe ulet dhe mbi të gjitha kemi një farë mjegullimi,
pak më tepër që kjo hënë e re do të ndodhë tek shenja e shigjettarit, që është drejtuar nga Jupiteri, i cili në këtë moment është vendosur tek shenja e Gëforës. Prandaj dhe çdo gjë që ka në botën e brendshme shenja e Gëforës po del në sipërfaqe. Po përballet me çdo gjë që nuk ka dashur deri në këtë moment që të përballet, si rrjedhoj mund të bëhet një periudhë shumë problematike. Mund të bëhet një periudhë vërtet shumë sfiduese. Edhe personat që ka brenda familjes mund ta sfidojnë vërtet shumë, mund të thonë gjëra që e thyen. E të tjerë, pra të gjitha këto me radhë. Si rrjedhoj do të kemi probleme të rëndësishme në botën e brendshme, pra në anën psikologjike. Këshilla ime është përsëri e njëjta, të mundohemi që të qëndrojmë larg situatave që na bëjnë që të ndihemi keq, pra të bëjmë fare detoksi edhe në gjërat që pranojmë në jetën tonë. Në qoftë se jemi brenda një lidhje, do t'ju këshilloja vërtet shumë që të mundohemi që të flasim hapur dhe të kërkojmë të njëjtën gjë nga partnerja jon. Por në qoftë se partneri ose partnerja jon nuk na jep këtë si shans, pra nuk na e krijon këtë si ambient, do t'ju këshilloj që ato marrëdhënien, më thënë, komunikimin, mundësisht ta limitojmë dhe të bëjmë edhe gjëra aktivitete që na bëjnë të ndihemi pak më mirë. Shoqëria detyrimisht mund të na bëjë mirë, por duhet të jemi të kujdesshëm me personat që hapemi në këto momente. Personat të cilët e kanë provuar vetën e tyre është okay, por personat të cilët nuk jemi shumë të sigurt që mund na përdorin ato çfarë ne po ju themi, do të këshilloj të qëndronim larg. Natyra e vërtet e shenjës së Gëforës, duke qenë se është një nga shenjat që vërtet ka shumë nevojë për siguri në ambientin që ka, dhe nëse kjo siguri thyet në këtë moment, do ta kemi shumë më të vështirë më vonë për ta rikrijuar. Prandaj në vend që të marrim riske të panevojshme me personat, do t'i këshilloja që në këtë moment të qëndrojmë pak më tepër në zonën e komfortit në lidhje me këtë temë, pra me kë flasim. Kjo është e vetmja gjë. Por pika ku duhet të marrim riske është jeta jonë e përditshme dhe puna. Puna jonë, domethënë aty ku fitojmë para, sepse kjo është një momentet më të rëndësishme që mund të krijojmë diçka shumë më produktive. E njëjta gjë është e vlefshme që duhet marrim riske pra edhe në lidhje me çështje sentimentale. Në qoftë se është një individ i cili keni kohë që dëshironi që të krijoni një lidhje ose ka kohë që shpreh admirim ose ndjenja kaq jush, në këtë moment do të këshilloj që të merrni parasysh. Është një nga momentet më pozitive për të krijuar lidhje romantike. Dhe për të mbaruar lidhjet të cilat janë toksike. Këtë po e nënvezoj disa herë, është shumë e rëndësishëm si moment. Mjafton që të jemi të vetëdijshëm dhe të pranojmë realitetin ashtu siç është. Shenja e Luanit do të ndikohet vërtet shumë fuqishëm. Ndikimi më të rëndësishëm nëse nuk jemi të kujdesshëm dhe ata mund të jenë shumë të hapur ndaj aksidenteve, duke qenë se mund ta gënjejnë veten e tyre dhe të marrin riske të panevojshme. Është një nga hënët e reja më të rrezikshme për këtë arsye. Dhe çfarë duhet të bëjmë në që të shmangim këto probleme? Një herë të parë nuk duhet marrim riske. Gjëra që nuk i dim, nuk i njohim, aktivitete që nuk i kemi bërë përpara, persona të cilët nuk i njohim mirë, nuk do të këshilloj që të keni besim. Në këto momente mund të gënjejmë shumë veten tonë. Vetbesimi mund të jetë shumë më i lartë se çfarë nevojitet ose çfarë duhet të jetë në të vërtetë. Dhe si rrjedhoj mund të veprojmë në mënyrë shumë ekstreme. Në qoftë se na thyet zemra, reagimet do të jenë vërtet shumë agresive. Dhe kjo detyrimisht mund të shkaktojë dëme të rëndësishme, si në fizik, po ashtu mund të lejë të hapur dhe ndaj aksidenteve, që mund të thotë edhe dëme në çdo aspekt, pra. Edhe në fizik, edhe në të ardha materiale, pra, në çdo gjë. Ndërkohë që për sa i përket shpërndarjes së të mirave materiale, shenja e Luanit në këtë moment është pak më ndikuar. Mund të kemi një farë mjegullimi këtu, prandaj këshilla ime do të ishte që të gjitha këto ndarje të pronave, ndarje të ardhur materiale e të tjerë t'i linim për pas datës 24 dhjetor, sepse atëherë do të kemi edhe kalimin e Venusit tek shenja e Briciapit dhe kjo do të thotë që çdo gjë mund të bëhet me më tepër drejtësi, sepse do të jemi më tepër gjak ftohtë në ato momente. Kjo detyrimisht mund të duket pak e lodhshme si periudhë, sepse do të kemi sfida të vazhdueshme, së mos në lidhje me këto temë për ndarjen e pronave, por në qoftë se, domethënë, i përmbahemi këtij si rregulli që po them, i kemi shumë më të thjeshtë pastaj që të mos dalim me humbje. Cilat janë temat të cilat shenja e Luanit do të mbarojë, se si proces çfarë do të mbarojë? Për shenjën e Luanit do të mbarojë procesi ku mund të kenë pasur lidhje problematike
do të mbaroj proces ose më themi periudha ku mund të kem pasur probleme për të krijuar familje ose për të lindur fëmijë më tepër është e vlefshme. Do t'ju këshilloja që ta përdorni mirë këtë moment, sepse do të thotë edhe fillimet të reja në lidhje me këto tematika. Kemi një krijimtari shumë të lartë, krijimtaria domethënë dhe krijimin e fëmijëve. Do thotë edhe krijimin e lidhjeve të reja. Gjithsesi, por i përgjithësisht nuk do t'ju këshilloj që të merrni riskje. Çfarë do të them me këtë? Edhe për shembull, nëse duam që të krijojmë familjen tonë, të kemi fëmijë, IVF-in deri pas hënës së re nuk do të këshilloja. Arsye që nuk e këshilloj këtë është sepse kemi një farë problemi edhe me helmimet dhe kjo do thotë që mund të kemi reagime në trupin tonë. Ndërkohë që pas hënës së re ky sindikim do të ketë mbaruar. Duke filluar nga data 24 dhjetor do të jetë i zbutur në mënyrë të konsiderueshme tashmë, prandaj mund ta përdorim atë si periudhë. Do të kemi shumë më tepër efikasitet bile në këto tema. Ndërkohë që për të krijuar lidhje të reja, nëse njohim një person dhe është i shëndetshëm për ne, e kemi provuar tashmë, kemi dalë në disa takime dhe kemi kuptuar që jemi persona të përshtatshëm për njëri tjetrin, është një ndër periudhat më pozitive në lidhje me këtë temë. Por në qoftë se është një person të cilin nuk e njohim mirë, nuk e dim se ku qëndron e të tjerë, ky do thotë përmban një risk të rëndësishëm, prandaj do t'i këshilloj që të qëndroni pak larg. E kundërta është për lidhjet afatgjata. Për lidhjet afatgjata duhet të marrim riskje. Çfarë do të them? Këtu do të jemi pak më tepër romantik ndaj partnerit tonë, duke qenë se kemi patur një periudhë të gjatë që shenja e luanit mund të ketë pasur probleme brenda çiftit sepse Plutoni ndodhet përballë me ta, ndërkohë që gjatë asaj hëne të re do të thotë një frym pak më romantike që mund t'i japë atyre dhe boost ose nxitjen e domosdoshme për të rregulluar marrëdhëniet në çift. Për të krijuar burime për të ardhur materiale është e vlefshme, por i përsëris absolutisht mos marrim riske të panevojshme, por nëse është diçka që e kemi studiuar mirë, mund të fillojmë që ta krijojmë pas hënës së re, pra pas datës 24 edhe më mirë, pas datës 24 dhjetor edhe më mirë. Shenja e Virgjëreshës është një tjetër shenjë ndryshueshme, si rredoj dhe kjo është shumë ndikuar. Ndikimet më të rëndësishme do t'i ketë tek shtëpia, banesa, marrëdhëniet familjare dhe tek stabiliteti që ka këtu. Është një nga shenjat më të sfiduara në lidhje me këtë temë, sepse do të preket shumë integriteti që ne kemi në këto tema. Si rredoj do të preket shumë edhe integriteti ose mënyra se si veprojnë personat që janë brenda familjes tonë, karshi nesh. Kjo mund të bëhet shumë sfiduese nëse është problematike, nëse se kemi disbalancim në mënyrë se si sillen prindër për shembull midis fëmijëve. Kjo do të prek shumë shenjën e Virgjëresës, do thotë një demoralizim vërtet shumë të madh. Për ata që janë vetë prindër, që sa periudhë do të këshilloj që të jeni të veproni në mënyrë pak më etike, të vëzhgoni mirë situatën dhe të mos i ndani shumë fëmijët nga njëri tjetri. Nëse dëshironi që të bëheni me shtëpi ose nëse dëshironi që të krijoni familje, është një hënë e re e cila e nxit këtë, pra ka një ndikim pozitiv, por duhet jemi të sigurt. Dhe duhet jemi të sigurt që po komunikojmë të vërtetën tonë, ashtu siç është në të vërtetë, ashtu siç duhet të jetë apo ashtu siç i pëlqen partnerit tonë, ose partneres tonë që duhet të jetë. Pra, për shenjën e Virgjës kemi një kusht shumë të rëndësishëm, duhet të jemi të drejtë pra. Dhe të jemi të sinqertë. Në rastet që e bëjmë këtë, kemi mundësi që të krijojmë vërtet një stabilitet shumë të madh ekonomik. Është një nga temat që preket më tepër, por është momenti që është më sfidues për këtë arsye, sepse sistemi po na sfidon në mënyrë të kuptojë se çfarë ne meritojmë vërtet. E di që duket një periudhë problematike ose më të themi që mund të duket pak e vështirë, por nëse arrim që ta kalojmë këtë, suksesi që do të arrim dhe mirëqenia që do të arrim është barazisht shumë e madhe pra. Për shenjën e Virgjëreshës do të kemi një ndikim pozitiv në këtë rast, i cili vjen nga Marsi. Kjo do të thotë që edhe nëse marrim riskje, në përgjithësi këto janë të studiuara mirë, i dim mirë, i perceptojmë, prandaj dhe çdo gjë që mund të krijojnë pas hënës së re detyrimisht, duke filluar nga dita tjetër, pra duke filluar nga data 22. Kemi shumë më tepër ose më them do të na sjellë vërtet burim, do të jetë një burim shumë i madh i të ardhurave materiale.
Përdorimi i hobive, pra krijimtarisë, diçka që prodhojmë vetë, është shumë më tepër efikase, por jo vetëm aq. Për shkurtimisht, për shenjën e virgjëreshës, ajo çfarë mbaron është periudha ku kemi pasur probleme brenda shtëpisë, banesës, mbarimi një periudhe e cila mund të ketë qenë problematike në këto marrëdhënie, dhe krijimi i diçka të re, pikërisht në lidhje me këto tema, si rrjedhoi krijimi i një stabiliteti ekonomik, duke qenë se do të ndihemi shumë më mirë edhe nga ana morale. Kjo detyrimisht do të ndikojë edhe në këto pikpamje të tjera. Diçka që do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm, nëse nuk përzgjedhim mirë se çfarë bëjmë dhe si veprojmë, mund të krijojmë probleme të rëndësishme për të gjithë ata që janë të martuar, për që kanë një partneritet afatgjatë. Kjo është e vlefshme jo vetëm brenda martesave, jo në çështje sentimentale, por është e vlefshme edhe në partneritetet që janë brenda bizneseve. Prandaj, këtu mund të bëjmë zgjedhje shumë të gabuara. Këshilla ime do të ishte që kjo të jetë pika që mos marrim shumë riske në këto momente. Pra, me partnerin tanë të flasim hapur, të kërkojmë atë çfarë duam vërtet, dhe të mundohemi që të gjejmë një rrugë të përbashkët, gjithsesi të përmbahemi asaj që është etike dhe kufive të shëndetshëm, ka shumë rëndësi. Shërbimet që bëjnë në përgjithësi, kam 2 lidhje të drejtë për drejta çdo javë. Në përgjithësi kam ditën e martë dhe të shtunë, janë orë 19. Këtë javë po i bëj sot dhe do i bëj të premte. Ditëve të marta kam parashikimin për hënën, për ciklet e hënës, ose me pyetje përgjigje, ndërkohë që ditën e shtunë do bëj parashikimin javor. Këtë javë do bëj parashikimin javor ditën e premte, pra në datën 19 do bëj parashikimin javor. Parashikimin javor e bëj vetëm nga TikToku, ndërkohë që parashikimet për ciklin e hënës i bëj tek të dy platformat, edhe nga TikToku edhe nga Instagrami. Përveç këtyre, mund të më dëgjoni edhe në programe televizive. Një të Top Channel është ditëve të premte në programin Në shtëpinë tonë, ose ditëve të hëna është tek kanali A2 CNN, tek programi Dita Jon. Faleminderit për komplimentet. Mundohem vërtet që të përcjell informacione që janë sa më të vlefshme. Kush mund të t'i kuptoj, kupton, kush mund të t'i kuptoj, kam e shurdor, se shpjeguar vetën. Ndërkohë që përveç këtyre, nëse nuk i mjaftojnë këto si informacione, pra, që jap për publikun, mund të merrni konsultën tuaj personale. Për të prenotuar konsultën tuaj, mund të më shkruani nga numri im i WhatsAppit ose nga DM-i. Gjatë konsultave bëhet analizë hartës, është e bazuar tek momenti dhe vendi ku kemi lindur. Mund të gjejmë ascendentin, nëse nuk e dini orën e saktë të lindjes, pra. Për të gjithë ata që e dinë orën e saktë të lindjes, ascendentin tuaj mund ta gjeni në shumë faqe që ekzistojnë në internet. Nuk do t'i këshilloj ChatGPT sepse nxjerr gabim. Dhe përveç këtyre, jap edhe mësim astrologji për gjithë ata që janë të interesuar. Nëse nuk e dini orën e lindjes, mund ta gjeni, është një nga shërbimet që unë kam me pagesë. Domethënë shërbimet që janë personale janë të gjitha me pagesë. Kristalet duhet të nxjerrim në hijen e hënës. Okej, kjo është hënë e re, nuk do ketë hënë domethënë, prandaj dhe kristalet nuk keni dritë hënë ku t'i nxjerrni. Për këtë arsye, gjatë hënës së re, kristalet këshillohet që të pastrojë energjinë me krip, sepse kripa është pastruesi i energjisë, më efikas në ato rastesh. Kurse kur është hëna e plot, atëherë po i nxjerrim në dritën e hënës. Kjo duke qenë se është hëna e re, nuk ka hënë domethënë në qiell. Si ti pastroni në çfarë kuptimi? Me krip, unë thjesht i lëm pikë krip, nuk është se bëj një kështu proces shumë të madh. Kripa ka efektin e largimit të energjisë negative nga gjithçka, domethënë ky është efekti që ka kripa. Unë thjesht i lëm pikë krip, i lë 24 orë dhe ato pastrohen vetiu. Ka dhe procese, për shembull, ka dhe rituale të tjera. Unë të them vërtetë nuk është se e kam marrë ndonjë mundimi që ti studioj në mënyrë shumë të detajuar. Arsye që nuk e kam bërë sepse mendoj, ky është mendimi im.
ose besimi im, po e them në këtë mënyrë që në të vërtet njeriu, ne vetë si specie, domethënë jemi specia më e fuqishme, jemi energjia më e fuqishme që ekziston. Dhe në momentin që ne e mendojmë diçka e realizojmë, prandaj edhe këto të gjitha janë, si thua, elemente ose mjete që përdorim, domethënë kur nuk kemi besim të mjaftueshëm tek vetja jonë. Prandaj edhe kripa shërben, domethënë si një farë mjeti për të pastruar atë pjesën që ne nuk kemi besim se do ta bëjmë dot vetë. Në të vërtetë ne vetë si individ ose si specie, si qenie, kemi aftësinë që të spastrojmë dhe të largojmë gjithçka që është negative nga jeta jonë dhe të marrim dhe të tërheqim çdo gjë që është pozitive, por varet se sa besimi kemi tek vetja tonë. Pra po ripërsëris, mënyra se si unë e bëj është e lën kristale, domethënë që duhet të pastroj, lën 24 orë në krip. Kaq, nuk bëj gjë tjetër. Ok, pra, faleminderit shumë të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri. Natën.